Tetori, muaj roz, muaj I forcës, guximit dhe shpresës për çdo grua. Në këtë muaj reflektimi, jemi munduar të flasim për shëndetin, parandalimin dhe dashurinë ndaj vetes. Sot me ne është edhe Dr. Vjollca, një grua që çdo ditë përballet me betejat më të ndjeshme të jetës, duke u dhënë pacientëve jo vetëm trajtim, por edhe forcë për të vazhduar më tej. Ne do flasim sot me të për kancerin e gjirit, për zbulimin e hershëm, për mesazhin që çdo grua duhet ta mbaj mend. Kujdesi ndaj vetes shpëton jetën. Mirë se erdhet, është kënaqësi. Fillimisht ju kemi në studio, sidomos për këtë ditë kaq të rëndësishme. Mirë se ju gjeta, unë ju falenderoj për ftesën. E thash në fillim, muaj tetor njihet më globalisht si muaj roz, muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Çfarë përfaqëson ky muaj për ju si mjeke dhe për gratë që kalojnë pikërisht në këtë betejë? Po, është e vërtet, muaji roz, tetori roz, është muaji I dedikuar ngritjes së vetdijes për kancerin e gjirit. Është muaj ku nëpërmes të paneleve, nëpërmes të emisioneve shëndetësore, profesionistët shëndetësor mundohemi t'i edukojmë në një farë mënyre njerëzit për rëndësinë e kontrollave screening, domethënë kontrollave kur nuk kanë shenja pacientët, me qëllim që ta detektojmë ose ta gjejmë sëmundje në fazë kur ende nuk ka dhënë shenja, sepse gjitha studimet e dëshmojnë atë për kancerin e gjirit, nëse zbulohet në fazë të hershme, llogaritet se është sëmundje e shëruar. Dhe mundohemi pikërisht theksin ta vendojmë në këto kontrolla preventive, edhe pse është pak vështirë në vendin tonë ta arrijmë këtë qëllim, sepse duhet shumë punë për ta ngritur vetdijen e popullatës, e grave. Ende kemi shumë punë për t'u bërë. Ende ballafaqohemi me raste që na vinë në faza të avancuara të sëmundjes, dhe ky është 70% I pacientëve tonë. Shumë pak janë gratë që na vinë në faza të hershme të sëmundjes, prandaj kemi shumë punë për t'u bërë. Mirë, nëse si shoqëri të gjithë sensibilizohemi dhe I kushtojmë më tepër rëndësi informimit të grave për atë se ç'është eho e gjirit, ç'është mamografia, ç'është vetë kontrolli I gjirit dhe kur duhet filluar me të gjitha këto, mendoj se në një të ardhme ndoshta do të arrijmë ta sensibilizojmë. Ne po punojmë për të ardhmen, të themi, për pas 10 apo 15 viteve. Në aspektin mjekësor, po dhe në atë njerëzor, sepse ta themi se më shumë luan rol tani aspekti njerëzor kur jemi te sensibilizimi, si e përkufizoni kancerin e gjirit, si një sëmundje apo si një histori e mbijetesës? Kanceri I gjirit, unë shpesh e them, është një storje individuale për secilën grua. Dhe nuk mund ta përkufizojmë si diçka në përgjithësi për të gjithë një lloj. Aspekti mjekësor I kancerit të gjirit fillon qysh në nivelin molekular, në nivelin qelizor, kemi rritje të çrregulluar të qelizave të malignizuara që paraqiten në formë të gungës të indi I gjirit. Shkaktarët janë të shumtë, ende nuk është zbuluar shkaktari që më tepër do e shkaktonte konkrete, po. Mirë po, ballafaqimi I individit me këtë sëmundje gjithmonë është individual, gjithmonë varet nga profili psikologjik, varet nga rrethonat në të cilin gjendet një grua, për shembull. Prandaj ky aspekt është I veçantë për secilin njeri. Nga ana tjetër, edhe trajtimi onkologjik në ditët e sotme është I personalizuar. Çka nënkupton kjo? Nënkupton se për secilën grua bëhet plan I veçantë I trajtimit të saj, sepse plani I trajtimit varet shumë nga faza në të cilën gjendet kanceri, madhësia e tumorit, operacioni, përparimi I sëmundjes, aspekti biologjik I tumorit, më shumë faktor merren parasysh, po, dhe pastaj bëhet ai plani I trajtimit të më tutjeshëm të pacientës. Kur jemi te faktorët të cilët rrisin rrezikun për zhvillimin e kancerit të gjirit, me sa kam informacion, luan rol edhe gjenetika. Po, mënyra e jetesës a luan rol? Po, ndër faktorët që ndikojnë në paraqitjen e kancerit të gjirit është edhe gjenetika. Mirë po, shkenca tregon se vetëm në 30% të rasteve, gratë që kanë anamnezë familjare pozitive janë të sëmurë me kancer gjiri, që I bie 70%
janë gra që nuk kanë faktorin gjenetik prezent. Dhe gjithmonë potencojmë se këto gra që kanë faktor gjenetik prezent nuk duhet të dallojnë diçka nga gra tjera, vetëm në aspektin se fillojnë me kontrollat më herët, me ehonegjirit dhe mamografit. Kurse për pjesën tjetër të grave që e kanë të pastër anamnezën familjare pozitive, është vërtetuar se ndikojnë shumë faktorët e tjerë, ndër të tjerat një rëndësi shumë të madhe duhet kushtuar stilit të jetës, stresit edhe mbajtjes së peshës trupore, si dhe aktivitetit fizik. Përmendet më herët se duhet të vedjesojnë gratë nga cila kohë, nga cila moshë të fillojnë të edhe vetë kontrolin të bëjnë. Po kur është mosha që rekomandohet që gratë të fillojnë me kontrolet e rregullta të kancerit të gjirit dhe sa shpesh ato duhet të bëjnë? Për ta mësuar një grua që ajo me vetë iniciativë të shkon dhe pastaj ta bën ehonegjirin dhe mamografin, në fillim, qysh duke qenë si vajzë e re, duhet ta mësojmë se është normale të bëj vetë kontrollin e gjirit dhe atë shpesh potencojmë vajzave sa u fillojnë menstruacione, domethënë kur arrin diku moshën 13-14 vjeçare, nënat duhet t'i mësojnë vajzat të bëjnë vetë kontrollin e gjirit. Nga dita e 3 deri në ditën e 5 të menstruacionit, para pasqyrës, kontrollohet gjiri i kundërt në drejtim të akrepave të orës dhe pastaj gjiri tjetër, domethënë sepse me krahun e kundërt kontrollohet, në drejtim të akrepave të orës, me qëllim që të njihet konzistenca e gjirit. Në këtë mënyrë, secila vajzë, kur të sheh një ndryshim në gjirin e saj, menjëherë do të paraqitet te mjeku, sepse jo gjithmonë, veçanërisht te vajzat e reja, jo gjithmonë gjithë ndryshimet që preken në gjë janë karcinoma. Ekzistojnë edhe tumore benigne, domethënë tumore të mira të gjirit, të cilat pastaj duhet ndjekur nga radiologu. Ndërsa rregulla e fillimit me kontrolla për ehon e gjirit flas dhe për mamografin, te gratë të cilët konsiderohen se kanë rrezik të ulët apo të mesëm që të sëmuren nga kanceri i gjirit, domethënë janë këto gra që nuk kanë anamnezë familjare pozitive, nuk kanë marrë terapi hormonale zëvendësuese, nuk kanë pas rezatime në kafazë të krahërarit, kanë lindur gjithashtu. Këto duhet të fillojnë me ehon e gjirit diku në moshën 25 vjeçare, kurse mamografia të bëhet në moshën 35 vjeçare. Për të gjitha gratë tjera, të cilët kanë faktor rreziku, kontrollat fillojnë edhe më herët. Gjithmonë në konsultim me mjekun e tyre. Shpesh të ato mamografia dhe në moshën 30 vjeçare mund të bëhet, varësisht nga rreziku që ekziston te një grua. Prandaj themi, edhe kontrollat, edhe trajtimet janë të personalizuara, varen nga profili i gruas që duhet të bëj kontrollën. Patyshim. Po sa bëjnë gratë vetë kontroll? Sa e praktikojnë këtë metodë? Shumë pak. Shumë pak e bëjnë vetë kontrollën, te ne si shoqëri ende ekziston ajo frika se nuk kontrollohem se ma mirë mos e di se sa ta di, ose një gjë që shumë na dëshpëron është kur e shohin, e prekin vetë se ka ndryshim në gjirin e tyre dhe nuk shkojnë ta bëjnë biopsin, sepse në popullat ekziston mendimi se nëse bëhet biopsia do më përhapet kanceri nëpër trup. Ajo është e kundërta. Ashtu, gjithashtu kemi shpesh dëgjojmë në praktik vinë gruaja dhe thotë nuk kam shku të kontrollohem sepse nuk kam pasur dhimbje. Nëse kanceri i gjirit nuk jep dhimbje. Domethënë, janë informata shumë të gabuara që i ka populli ynë. Prandaj mendoj se shumë punë duhet derisa të kuptohen informatat e sakta. Sot vërtet është edhe interneti ku merren informatat, mirë po nuk është gjithçka e filtruar. Dhe edhe informatat të përgjithësuara janë edhe informatat që edhe që japim internetit edhe që i marrim. Prandaj në një farë mënyrë duhet më e kontrolluar të jetë informimi. Kahje t'u jepet, domethënë njerëzve kahje t'u jepet se çka duhet të kuptojnë se është e saktë dhe çka nuk është e saktë pastaj. Përmendet pak më herët thatë se gjatë te vajzat e reja gjatë ciklit menstrual jo gjithçka që paraqitet është kancer, po kur është momenti kritik që duhet të marrim masa, cilat janë shenjat e para që janë vicema alarmante të gjitha grup moshat flas? Shenjat e kancerit të gjirit kryesisht paraqiten me paraqitjen e një mase
ose gunge në thojza, ta them kështu, e cila nuk lëvis, do të thënë është e fiksuar për indin e gjirit. Gjithashtu, mund të kemi tërheqje të thimthit nga brenda, do të thënë flasim për thimthin që normal nuk është i tërhequr, sepse ka gra që e kanë natyral të tërhequr. Do të thënë flasim ku nuk është normal i tërhequr, do të thënë tërheqje e thimthit nga brenda. Gjithashtu, paraqitja e nyjes limfatike në sjetull që është e rritur, mund të jetë edhe e dhimbshme. Gjithashtu, rrjedhje, sekrecion, do më thënë nga thimthi, jashtë periudhës së laktacionit, do më thënë të rrjedh sekret me ngjyrë kafe, me ngjyrë gjaku, varësisht. Do më thënë nuk është normale të kemi rrjedhje nga gjiri 2 javë, jashtë laktacionit. Edhe pastaj nëse bëhet fjalë për fazat e avancuara, normal ndryshon konzistenca e gjirit, bëhet komplet e fortë, ndryshon lëkura, shpesh mund të paraqiten edhe ndryshimet e lëkurës në formë të egzulteracioneve, do të thënë kur fillon edhe të prishet integriteti i lëkurës, ma nuk duam t'i shohim këto fotografi. Janë shumë të avancuara. Kryesisht është paraqitja e masës tumoroze në gjie, e cila është e fiksuar, do të thënë nuk lëviz, është e fortë. Nëse nuk lëviz, atëherë është pa. Ju përmendet dhe thatë më herët se nëse detektohet në fillim, atëherë konsiderohet si sëmundje shëruese. Po në rastet më të vështira, kur më veç se ka kaluar në stad të dytë apo më shumë, se realisht nuk është se i di stadet, më s'dua edhe të gaboj, a ka evoluar shërimi, a ka evoluar edhe trajtimi gjatë viteve tani në këtë periudhë, këtë kohë që po jetojmë? Po, qëllimi i onkologjisë, qëllimi i shkencës është që sëmundja të gjendet në fazë të hershme me qëllim që edhe trajtimi i pacientes të kryhet më shpejt. Në qoftë se sëmundja detektohet në fazë të hershme, të them në fazën kur ka madhësi më të vogël se 1 cm, ende nuk e ka arritur atë 2 cm, mund të operohet gruaja, të largoj një pjesë, do me thënë, të indit të gjirit. Do me thënë, nuk ka nevojë gjithë gjirin? Jo gjithë gjirin, një pjesë të indit të gjirit, pas asaj të pason terapia me reze dhe të vazhdoj me terapi hormonale nëse ka ose nuk ka nevojë. Do me thënë, në disa raste përfundon gjithçka dhe vetëm me operacion, kur është shumë i vogël tumori. Dhe prandaj, kur fillon të rritet, edhe faza e dytë merret se është fazë e hershme e sëmundjes. Si rritet tumori, trajtimi është më i gjatë, ecuria e sëmundjes është më e rëndë, edhe vetë sfidat e pacientes pastaj janë më të rënda, sepse ndryshe është të marrë një grua kemoterapi brenda 8 muajve dhe pastaj të vazhdoj rezatimi dhe pastaj terapia biologjike varësisht ka nevojë ose s'ka, terapia imuno dhe kështu me radhë. Do me thënë, shkenca ka përparuar në drejtimin e trajtimit të sëmundjes dhe prandaj në qoftë se më parë për shembull, shpeshtësia e kancerit të gjirit ka qenë më e vogël, mirëpo vdekshmëria ka qenë më e lartë. Dhe tani, shpeshtësia e kancerit është më e madhe, mirëpo vdekshmëria është më e ulët. Kjo fal zbulimit të medikamenteve të cilat e trajtojnë kancerin. Dhe në këtë drejtim jemi në rregull, mirë po qëllimi gjithmonë është që mos gjas trajtimi i grave që janë të sëmura me kancer gjiri. Sa zgjat, sepse thatë deri në 8 muaj mund të zgjat? Po, diku nëse rumbullaksojmë, flas për karcinomat të cilat janë ende të tipit të shërueshëm, ta them. Nuk flas për formën metastatike. Një trajtim i kompletuar i një gruaja me kimioterapi, me radioterapi kërkon diku 9 muaj dhe pastaj vazhdon terapia hormonale që merret në formë të tabletave, nuk e ngarkon pacienten, që vazhdon pastaj 10 vite. Përndryshe kontakti i pacientes me kancer dhe onkologut është gjithë jetën. Miq të pandashëm. Po, familiarizohemi. Jo, familiarizoheni, po, ju keni sigurisht shumë raste me të cilat jeni të familiarizuar. Dhe ju pyes për një gjë të cilën dëgjoj nga gratë, nga miket, ekzistojnë edhe cista e the mirë, është termi cist, ajo është e rrezikshme? Jo, cistat ose kistet në Shqip janë ndryshime benigne, janë ndryshime të mira të indit të gjirit, të cilat janë si pasojë e ndryshimeve hormonale. Dhe cistat paraqiten dhe pastaj zhbëhen. Zakonisht intervenim për kistat duhet të ketë atëherë nëse ato janë shumë të mëdha, janë me përmbajtje dhe shkaktojnë shtypje të indit gjirit në formë të dhimbjes. Mirë po këtë përsëri e konstaton radiologu, a ka nevojë ose nuk ka, domethënë të shprazë përmbajtja e cistave.
Përndryshe, cistat nuk shndrohen në kancere, do të thënë janë ndryshime benigje të gjirit, pasojë ndryshimeve hormonale. Prandaj gratë nëse kanë cista, do të thënë më shpesh duhet t'i bëjnë kontrollat e tyre dhe ta rregullojnë statusin hormonal në bashkëpunim me ginekolog. Po nuk ka nevojë të bëhet largimi i gjirit apo diçka kaq tragjike, është diçka e lehtë që zgjidhet, po. Kanceri i gjirit shkakton edhe normalisht frikë, ankth te gratë, pasiguri. A mund të ndihmohet në aspektin emocional nga ana e mjekëve, ju si një zonjë, si një grua që keni shumë pacientë të tillë, luan një fjalë juaj rol edhe në atë mendsinë, mënyrën se si ata e kanë pranuar faktin që janë prekur nga kjo sëmundje? Moment shumë i rëndësishëm i pacientes që përballohet me kancer gjirit, pasi te ne pacientët kryesisht vinë pasi kanë kryer operacionin, në disa raste vinë fillimisht te onkologu për ta filluar terapinë onkologjike dhe pastaj për të vazhduar me trajtim kirurgjikal, mirë po kryesisht në vendin tonë që vinë pas operacionit. Dhe siguria, pacienti që ka kancer gjiri kërkon siguri nga mjeku, dhe kur arrihet ky feedback pacient-mjek është një lidhje shumë e rëndësishme, sepse faktikisht pastaj pacienti kur fiton besimin te mjeku, më kollaj arrin që ti te i kaloj edhe kimioterapitë, edhe rrezet, edhe gjitha ato fazat e trajtimit. Mirë po, në disa raste nuk mjafton vetëm lidhja onkolog-pacient, sepse ka edhe pacient që janë më të rënduar në aspektin psikologjik, jo të gjithë e kanë fatin që ta kenë mbështetjen e familjes, do të thënë ka lloje të ndryshme të gjendjeve familjare, emocionale. Andaj, është shumë e rëndësishme në këto raste të ketë edhe përkrahje psikologjike nga psikolog, të cilët janë të specializuar për t'i këshilluar pacientët që kanë kancer. Sepse edhe psikologjia ka deg të ndryshme, domethënë, dhe jo të gjithë janë të profilizuar për t'i trajtuar pacientët me kancer. Dhe në vendin tonë kjo është një mungesë e madhe, sepse vetë njerëzit, vetë gratë duhet të organizohen në mënyrë privatisht t'i kërkojnë t'i gjejnë psikologët që mund t'u ndihmojnë. Jo të gjithë e kanë këtë fat. Dhe edhe në këtë drejtim shumë punë duhet. Domethënë, bara më e madhe për momentin mbetet te familja, që ta mbështet gruan, pastaj te mjeku onkolog, dhe nëse ka fat do ta gjejë një psikolog. Shumë gra e thamë edhe pak para se të fillon emisioni kanë frikë nga fjala kancer, dhe ndoshta kjo është arsyeja më e madhe që ata edhe të drejtohen drejt kontrolleve apo screeningut apo në fund edhe mamografisë. Si mund ta largojmë këtë frikë nga gratë, nga vajzat? Po, edhe nga gjinia mashkullore nuk duhet të na shkaluar, se kemi informacione se tani ka filluar edhe të rritet numri edhe te gjinia mashkullore. Është e saktë ajo se kanceri i gjirit ka filluar të paraqitet edhe te gjinia mashkullore, mirë po, nuk i japim tani shumë theks gjinisë mashkullore, sepse nuk është, domethënë, kanceri i gjirit, nuk është numër shumë i madh, sepse kanceri i gjirit kryesisht lidhet me hormonin e estrogenit, prandaj kryesisht paraqitet te gjinia femërore dhe theksi vendoset aty. Jo se e neglizhojmë paraqitjen e kancerit edhe te meshkujt, trajtimi është i njëjtë, po. Pacientët të cilët kanë kancer gjiri, sa i përket frikës, frika mendoj se si emocion ekziston atëherë kur diçka është e panjohur. Kur gratë nuk e dinë se çka i pret, mekanizëm mbrojtës e kanë frikën. Andaj zgjedhja në këtë rast do të ishte informimi i sakt. I asaj se në qoftë se paraqiten ndryshime në gjë, të njëjtat duhet të detektohen herët dhe të trajtohen. Nëse keni faktor rreziku, duhet të paraqiteni shumë më herët i bani kontrollat. Vetë kontrolli është një metodë shumë e thjeshtë që secila grua në shtëpi mund ta bëjë. Dhe nuk ka frikë prej kësaj. Domethënë, nëse gruaja mësohet se janë gjëra të cilët kanë zgjedhje, atëherë dal nga dal eliminohet edhe frika. Andaj mendoj se frika në popullat do eliminohet nëpërmes pikërisht të paneleve sensibilizuese, emisioneve, edhe fushatave të ndryshme që mund të bëhen nëpër popull. A luan rol pak edhe mendësia e të tjerëve, duke se ndonjëherë ne pa marrë parasysh në çfarë situate ndodhemi
në jetë, duke nëse dikush na e hiperbolizon atë situatë që ne po e kalojmë, neve na duket edhe më e vështirë, dhimbja edhe më e vështirë, edhe më i madh stresi dhe ankthi. A mund të luan rol edhe kjo? Luan, është evident ajo se luan, shumë varet në çfarë rrethi ekziston njeriu, me çfarë situata ballafaqohet, me cilët njerëz është në kontakt e sipër. Prandaj mendoj se zgjedhje për këtë do të ishte sikur në mënyrë institucionale të munden të sëmurët me kancer të drejtohen te psikologu që të kenë atë mbështetje ashtu si duhet. Gabimet më të zakonshme që bëjnë gratë pas trajtimit të kancerit, cilat janë? Sepse edhe kjo duhet të thuhet. Çfarë duhet bëjnë dhe çfarë duhet të kenë kujdes gjatë rikuperimit? Gratë që e kanë kaluar fazën e trajtimit të kancerit të gjirit, shumica e tyre qëndrojnë në ethe dhe frikë se do t'ju rikthehet dhe janë të disiplinuara, sepse ndjekja e pacientëve me kancer shkon sipas protokollit dhe sakt i kemi të definuara kontrolla se kur duhet të vinë, çfarë studime duhet të bëjnë dhe ato shumica e tyre i ndjekin këto kontrolla, bile nganjëherë bëjnë edhe panik të panevojshme, kërkojnë tumor markerët të bëhen, sikur do t'jenë shpëtimtare tumor markerët, fiksohen domethënë për disa gjëra, por arrim të i kalojmë këto momente. Dhe grupi tjetër i grave janë ato gratë të cilët duan të harrojnë atë periudhë të jetës së tyre dhe as pak nuk paraqiten në kontrolla. Që është gjithashtu diçka që nuk është në rregull, sepse kontrollat... Këtë pjesën e kontrolleve jo, po që e harrojnë që e kanë pasi sëmundje është e bukur. Ajo është e bukur, mirë po patjetër duhet të jemi të vëmendshëm dhe gjithmonë u them pacientëve të mia, është në rregull ta pranoni atë se ka qenë fazë e jetës, ka përfundu dhe vazhdoni ta jetoni jetën ashtu si e keni pasur para se të ballafaqoni me sëmundje, mirë po, jo edhe të bëheni të vëmendshme, sepse kontrollat pastaj janë shumë të rëndësishme për ta mbajtur nën kontroll sëmundjen, sepse varësisht nga stadi, nganjëherë varësisht edhe nga biologjia e tumorit, ekziston edhe mundësia e rikthimit. Prandaj, nga kontrollat rutinore nuk ka asnjëherë dëm. Nuk kemi asnjë të keqe. Pak më herët përmendet se zakonisht duhet të shkon tek onkologu pastaj, ndërsa te ne është e kundërta. Do na e spjegosh pak pse? Për cilin momente pacienti përpara më herët duhet të shkon te onkologu dhe më pastaj të shtrihet pjesës kirurgjikale. Po. Domethënë kjo varet varësisht nga madhësia e tumorit. Në disa raste, tumoret janë më të avansuara, e ka kirurgu vështirë t'i operoj, prandaj shkohet me trajtim onkologjik, domethënë shkohet njerë me kimioterapi, pastaj rezatohet. Në disa raste janë edhe tumore të vegjël, domethënë është faza e hershme e sëmundjes, por për shkak të lokalizimit më delikat të tumorit, gjithashtu kërkohet para të trajtohet nga onkologjia që pastaj të vazhdohet me kirurgji. Sa e kanë të vështirë gratë pjesën e rezatimit se kam pasur një rast një mike imja e cila është operuar dhe e përtonte, thonte se shumë dihet keq atë ditë, e lodhur. Sa e kanë të vështirë pjesën Pjesa e radioterapisë realisht është pjesa, ta them kushtimisht më e lehtë e trajtimit onkologjik, sepse njëherë nuk zgjatën shumë, është diku 25 fraksione, janë duke 25 ditë pune janë këto, ose nëse e kanë atë trajtimin e ngjeshur që i themi ne, janë 15 ditë pune dhe gjithë procedura është diku 15 minuta. Mirë po, pacientët më tepër i lodhen ajo periudha para asaj që e kanë kaluar me sëmundje, ato 8 muaj para prak dhe sikur harxhohet energjia e tyre. Jo se terapia me reze nuk jep efekte ansore, por nuk i ka ashtë të theksuar asaj jep pjesa e trajtimit sistemik. Andaj ndikon edhe gjatësia e trajtimit, ndikon pacientëve që edhe gjatë rezeve ta kenë vështirësi, sepse çdo ditë duhet shkojnë te rezaton, ndoshta edhe kjo është ai momenti që i lodh më tepër. I lodh dhe kanë më të vështirë, ashtu të paktën e thua. Me siguri. Në përvojën tuaj profesionale keni pasur ndonjë rast që më së shumti ju ka prekur dhe ka ajo pjesa e familiarizimit që e thatje, e keni marrë si një i afërt juaj të jetë i prekur? Gjitha pacientët që vinë, secila thash është me storjen e vetë dhe secila lembresa të ne si mjek të tyre. Rast që do ta kisha veçuar,
Do ta kisha veçuar një rast të cilën ishte grua e re që për fat të keq u diagnostiku më vonë me kancer. Dhe pastaj gjatë trajtimin e saj arritëm ta mbajmë nën kontroll, mirë po përsëri u rikthy sëmundja dhe e humbi betejën nga kanceri. Do ta kisha veçuar kështu atë. Po keni kur shpallet si i shëruar pacienti, ndjeni një kënaqësi, ndjeni një ajo është kënaqësia më e madhe për ju? Kënaqësia më e madhe e mjekut është kur i bëjmë incizimet, i bëjmë kontrollat e rregullta dhe rezultatet të gjitha na vijnë të mira. I prisni ju shumë emocion po aq sa pacientët? Patjetër, gjithmonë është ashtu. E njëjta ndodha. Gjithmonë është ashtu. Dua një mesazh për të gjitha gratë të cilat janë për momentin duke u përballur me këtë sfidë dhe normalisht përballen edhe me ato 100 hamendje, 100 probleme tjera që kanë, siç është pasiguria, humbja e flokëve, lodhja fizike, lodhja më e rëndësishmja shpirtërore. Ashtu. Cili është një mesazh nga ju, ta thoni se e thatë edhe në fillim sepse mjeku ka shumë peshë të madhe tek ata, sidomos në këto periudha dhe neve na duket edhe kur kemi temperaturë se çfarë thot mjeku, gjithçka ashtu është dhe fjala e mjekut është shumë e vlerë. Të gjitha gratë që për momentin ballafaqohen me kancerin e gjirit, do i kisha kujtuar se gruaja nga natyra është një qenie shumë e fuqishme dhe ajo është shtyllë e familjes. Prandaj gjithmonë në veten e tyre duhet ta kërkojnë atë forcë që e kanë dhe duhet ta kuptojnë se këtë ka një fazë të jetës së tyre e cila duhet patjetër të përballohet, të luftohet dhe t'ia arrijnë qëllimit të tyre sepse kanë shumë shkaqe për të jetuar pastaj. Andaj le t'i mbledhin të gjitha forcat që i kanë, ta luftojnë këtë sëmundje. Gjithmonë për krah i kanë mjekët e tyre onkologët, e kanë familjen, i kanë miqt, shokët. Do kaloj kjo fazë e pastaj do ta vazhdojnë jetën e tyre. Mos merret gjithçka si fundi i botës, sepse gjithmonë ka një shpresë, gjithmonë ka një arsye për ta zgjedhur një problem. Tani ka edhe mundësi më tepër për ta trajtuar kancerin e gjirit, prandaj gjithmonë mos heqin dorë që vetes i japin shansën për të jetuar. Unë faleminderit shumë, këto jemi edhe tek minutat e fundit të emisionit, një mesazh edhe për në fund sensibilizues dhe vetëdijësues për gratë tona. Të gjitha gratë t'i mësojnë njëherë vajzat e tyre të bëjnë vetë kontrollin e gjirit prej ditës së 3 deri në ditën e 5 të ciklit menstrual. Pastaj në moshën 25 vjeçare le ta bëjnë ehon e gjirit, le ta bëjnë mamografinë e parë në moshën 35 vjeçare. Le mundohen të mbajnë peshë trupore të mirë, mos pinë duhan, mos pinë alkohol, të mundohen të jenë fizikisht aktive minimum 20 minuta në ditë. Gjithashtu t'i kushtojnë shumë rëndësi aspektit psikologjik të shpirtit të tyre, sa të munden le ta reduktojnë stresin dhe gratë të cilat për ndonjë arsye janë të detyruara të marrin terapi hormonale zëvendësuese, ashërojnë sterilitet ose kanë ndonjë problem tjetër, mos rinë në ankth se tani unë do të sëmurem nga kanceri i gjirit, sepse nga kanceri i gjirit rrezik që të sëmuren ka çdo grua. 1/8 grua mund të sëmuret nga kanceri i gjirit, të preket, por këto duhet ta kenë vëmendjen aty se thjesht duhet t'i bëjnë kontrollat e rregullta, eho e gjirit dhe mamografi. Unë ju faleminderit shumë për këto mesazhe, për këto fjalë kaq të bukura, po ashtu edhe për gjitha informacionet që i shpërndam nëpërmjet emisionit tonë dhe padyshim do ju presim në studio edhe për tema tjera, po shpresoj që vetëm për të mira. Unë ju falenderoj edhe një herë për ftesën dhe gjithashtu u përgëzoj që ndani pjesë të emisioneve tuaja pikërisht për sensibilizimin e grave për kancerin e gjirit dhe vetëm në këtë mënyrë do arrihet misioni në përgjithësi kur të gjithë si shoqëri kontribuojmë në këtë drejtim. Ju faleminderit.
E pra, miq të dashur, dal nga dal këtu erdhi edhe fundi emisionit ton. Me këtë emision po përmbyllim javën dhe normalisht na pret një vikend i bukur. Shpresoj se kaluat mirë për plot 120 minuta, drejt për së drejti nga TV2 dhe Servisi Publik i Gjuhës Shqipe. Ju urojmë një vikend të bukur, një vikend të dashur, me shumë dashuri, me shumë energji pozitive. Kalojeni me ata njerëz që ju i doni, punoni me veten tuaj, me mirëqenien tuaj, të keni një mirëqenie të shëndosh dhe gjithçka do jetë pastaj në rregull. Ne takohemi të hënën në 8 pikërisht në Servisin Publik të Gjuhës Shqipe për surpriza tjera, materialet e shumta, ngjyrat e ndryshme të emisionit ton dhe mysafirët tanë special. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe miru takofshim.